Ibn Taymija, Allahu qoftë i kënaqur me të, që thot që një vepër të konsiderohet e pranuar tek Zoti Dhul Xhelal dhe e suksesshme në këtë botë, duhet t'i plotësoj 2 kritere. Një vepër që është e pranuar tek Zoti Dhul Xhelal, e suksesshme në këtë botë, duhet t'i plotësoj 2 kritere. Kriteri i parë është të jetë vepër e sinqertë. Veprat e sinqerta janë afatgjate. Veprat e sinqerta janë të suksesshme. Veprat afatgjate janë të bereqetshme. Veprat e sinqerta janë të shëndetshme. Janë të shëndetshme për çdo njeri. Veprat e sinqerta kanë me mbet të gjalla edhe kur na nuk do të jemi në këtë botë. Pra kriteri i parë është vepra e sinqertë. Dhe e dyta, të veprohet sipas rregullave adekuate. Për të qenë e pranuar te Zoti dhe suksesshme e besueshme në këtë botë, duhet ta plotësoj edhe kriterin e dytë, që është të veprohet sipas rregullave përkatëse.